Faleminderit shumë që erdhe në Time Center, Anton. Anton Bell, jam 31 vjeç, me origjinë Korça, por lindë në Kiev. Vim nga një familje ku më rrini pa mos mësoja, kështu që është projekt me shumë dashuri. Punoj në financë, bëj dhe pjesën e komedianit, që ajo është pasioni. Shkove në Verik, jetove në Verik, jetove në Katar. Pse ike dhe pse ustere? Ika, sepse njeriu gjithmonë duhet të provojë eksperiencat e veta. Sa më shumë do të tosh, aq më shumë të mendjen, dhe sa më shumë të hapësh mendjen, aq më aftë të përshtatur me çdo gjë që të ndodhë në vend. Shqiptari jeton pak me atë mentalitetin e çfarë mendoj tjetri për mua. Edhe para se të them apo jo, po ja do të thonë njerëzit që unë dola do të atje, edhe më mirë rrivuar kështu. E kishte probleme? Jo. Nuk e kishte probleme. A dallove kultura, përplasi kulturash? Shumë, sepse ne kemi një lloj tjetër jetese, ne jemi sa do të duam të futemi të quhemi europian, ne jemi në Ballkan. Ne si Ballkan e marrim jetën pak më shtruar. Duam të shijojmë edhe të gjërat e tjera, jo vetëm punën, po dhe një mik, dhe një shok, dhe një tar, dhe një kafe. Në Amerikë nuk kisha kohë. Do kesh njerëz që nuk do t'i pëlqejë, që do t'a thonë, që do të komentojnë, po ideja është që ti t'i qëndrosh gjithmonë i pjesëtarë. Pa i dhënën si çfarë thonë ti. E që ora të butë 8 darkës, edhe e kam hedhur edhe më thënë të vejku të vejku. Po që qëlloj që në video të parë, në butë 20.000 views, një 2.000 like, dhe qëka e tjilë, dhe ajo më shtyru të vazhdojë. Darsa. Cila është videoja e të nuk më përqesh? Që kishta shumë komedi. Nuk përqesh, dhe që një video që kemi bërë një mikun tim, e ka pasur një kështu sheqer kafe, që e kështë hedhur në tokë, edhe unë ka një bërë video, dhe ishe kështu si zverë, dhe i thash, qa ke? Dhe thamë, ka rënë sheqeri. Qne, është jashtë, ku është aty poshtë. Dhe ishte që se sheqeri në tokë. Thonë njerëzit dore ti e vit ti e shumë se quaj nete. Do më të nesër normalisht, edhe pse i ke... Ma që më në këm... Po mirë, po e bëm për që famë, për që? E bëm për të bërë i famshëm të gjë, bëm për të dirë dhe vetja, ndjesh i dirë, është pasion. është pasion, ne jemi ndjenë, më përqenë të bëjmë njerëzit të ndjenë mirë. Sepse kam pasur shumë mesazhe nga njerëz që më kanë thënë, shiko, nuk e ke idenë sa i mërzitur isha, ha profilin tënë, shikoj video qesh dhe bëjmë në mirë. Për mua ajo është blem pa punë. Pra ti më të fiton nga rrjetet sociale, në gjitha platformat e tua. Fiton vetëm nga reklama. Po, edhe që unë nuk bëj as reklam. Po nuk është asnjëherë e thjeshtë, se mund të duket se kur do vi nga sot nesër, po nuk vjen asnjëherë nga sot nesër, do punë të merr punë. A duhet t'i gjejmë influencera? Dhe a ka shumë influencera Ka të negativ? Ka të merr. Ose që vjen veten se ka shumë influencera si numër, ka dhe shumë influencera negativ, ka dhe shumë influencera që vjen veten. Mundje. Ajo mlithi që ta shash tjetrin kote dhe pa jo është si e ke këtë raportin me këto komente, se besoj kanë komentuar, kanë shkruar nëpër mesazhe personale. Në fillim më bezdiste edhe kërë përgjigje një nga një përgjigje. Arrit një pikë që nuk i lëmë në të ndikojnë. Çfarë të pëlqen më shumë të bësh? Futbollu. Zbulon dhe pasion. Me krija. Me Milan. Kush e do shusën e parë të bërë një fans? Vetja ime. Laps. Nuk po se stilo lapsi. Jo, lapsi është i mirë, sepse ne po bëre gabim, e lëshim dhe e shkruan prapë. A se lapsi me goshi? Dhënia jote me librin. Mundën të lexoj sa më shumë. Mundën të lexoj sepse e para të pasuron fjalorin dhe e dyta të fut në një botë që nuk është kjo që ne shohim. Në fillimisht kur dole në protestë, ke dalë si individ? Si individ. Nuk është askush pas teje. Jo. Interesante.
Jo mund të pëlqeu shumë dhe kushtet, edhe mentaliteti, edhe fëmijët që janë hyrje, dhe do të kishte më shumë qendra të tilla që i dedikohen arritjes si akademike, si shpirtërore të brezave të rinj. Fëmijët e thanë se deri u bëni me dorë njerëzve? Qa thanë, më shumë libra? Po tjetër? Më shumë dashuri. Bravo! Po tjetër? Më shumë mirësi. Bravo! Shko sa të mirë janë. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshi!